Autoriteti rrugor shqiptar vendosi bllokimin e plotë të qarkullimit në aksin rrugor Librasht-Përrenjas për shkak të kësaj ure që po rrezikon të shembet në zonën e njohur si Arta e Gurrës. Këto pamje tregojnë për masat e dëmtimit të strukturës që po thellohen. Po formohet betoni, pa që tregon që ajo është aktive edhe në këtë moment që ne po flasim. Kështu që si autoritet jemi të detyruar të bëjmë të bllokimin total tashmë, jo vetëm për mjetet e rënda, të cilin e njoftuam në mëngjes, por edhe për mjetet normale. Kreu i ARSH tha se situata vetëm po përkeqësohet, prandaj është detyruar mbyllja e plotë të qarkullimit për të gjitha mjetet në këtë pjesë të rrugës. Spostimi i urës në mëngjes ishte 27 centim, nga kjo anë që ne jemi, ndërkohë që aktualisht është 29 centim. Jemi të detyruar të bllokojmë plotësisht trafikun. Autoriteti rrugor shqiptar dhe policia u bëjnë thirrje udhëtarëve që të shmangin udhëtimin në aksin Librasht-Pogradec, pasi rrezikojnë të mbeten të bllokuar për shkak të situatës. Lëvizja drejt juglindjes mund të bëhet vetëm përmes rrugës alternative, Maliq-Lozhan-Moglic-Gramsh-Elbasan deri në një njoftim të dytë. Në përmjetet e rënda në dinjën time ne nuk kemi në fakt. Autoriteti rrugor shqiptar ndërkohë nisi punën për ndërtimin e një bypassi, por nuk ka një kohë se kur rruga alternative mund të jetë gati. Parashikim të saktë nuk mund të bëjmë, por unë do të them që ne do fillojmë menjëherë punën me kontraktorin. I pyetur nëse ndikoi gërryerja e lumit për shembjen e urës, kreu i autoritetit rrugor tha se punimet ishin me leje. Shkaqet janë shkaqe natyrore. Rrëshqitja në rrugën Librasht-Përrenjas në vendin e quajtur Arta e Gurrës nisi disa ditë më parë dhe situata u përkeqësua me shpejtësi. Autoritetet më herët këtë të shtunë bllokuan qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd, ndërsa verifikimet dhe rreziku i përshkallëzimit thonë se i detyroi të vendosnin ndalimin e plotë të qarkullimit të mjeteve pa afat.